Pas 8 ditësh betejë intensive me flakët, situata e zjarreve në territorin e bashkisë Puk paraqitet më e qetë, ndërsa shumica e vatrave janë izoluar ose shuar. Megjithatë, dëmet e shkaktuara janë të mëdha, dëme që përllogaritin në të paktën 3000 hektar, po ashtu janë djegur edhe 4 shtëpi ndonse ishin të pabanuara, por 2 prej tyre kulla të vjetra të një rëndësie të veçantë. 15 familjet evakuara kaluan 2 net të këtë afërmit dhe më pas janë rikthyer sërish në shtëpitë e tyre, ndërsa për autoritetet zjarri ishte dukshëm i qëllimshëm. Është pak e vështirë që të mendohet që mund të jetë në sajt një pakujdesie. Megjithatë, forcat e policisë së shtetit, patjetër që në momentin e parë që janë lajmëruar për këto vatra zjarri që janë evidentuar në malin e Tërbunit, pikërisht në Fushlaj, aty ku është evidentuar për herë të parë problematika, janë dislokuar, kanë marrë gjitha masat e nevojshme dhe po punohet me gjithë efektivet e policisë së shtetit të cilët janë pranë komisariatit të Pukës dhe po bëhen hetimet e duhura nëse ka për tu shoqëruar dikush më gjatë për situatën në fjalë apo jo. Këto që edhe zjarret nuk janë aksidentale. Këto ne mund të themi që zjarret janë Dëmet të mëdha janë shkaktuar edhe në frutat e pyllit që për 10 familje ishin burimit të ardhurave, ndërkohë që Bashkia Puk dhe Emergjenca Civile pritet që javën e ardhshme të nisin edhe verifikimet në terren të dëmeve, ndërkohë që ende forcat e armatosura në bashkëpunim me forcat operacionale vendore po monitorojnë të gjithë perimetrin për të garantuar që situata të mbetet nën kontroll. Në zonën Prozhëm Shkoz vijon puna për izolimin e plot të vatrës së vetme aktive, e cila aktualisht nuk paraqet rrezik për banesat. Operacionet po zhvillohen në të dy drejtimet me angazhimin e forcave të armatosura dhe strukturave vendore, edhe në malin e Tërbunit, në zonën Fushlivav, po kryen verifikime dhe monitorimi vazhdueshëm, ndërsa vatrat e mëparshme rezultojnë të shuara plotësisht deri në këtë momente.